Busy, 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 no time to waste today. We're off to dig the garden and clear the weeds away. Let's get mucky, you know it's lots of fun with Gordon the Garden Gnome. Morning. Morning! Hello. Hello. Busy, 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 there's always lots to do. There's seeds to plant and water, and you can join in too. So let's get mucky. Put your puddle busters on. It's Gordon the Garden Gnome. Kalendari im magjik tregonte pikturën e luleve të qelura. Një shenjë sigurt kjo që pranvera ishte afër. Në rregull, le t'i futemi punës, Andrew. Po nxitoke shumë, Gordon. E kemi shumë punë për të bërë dhe kalendari po tregon një ditë të bukur. Nuk të duket sikur ke harruar diçka, Gordon. Të kam ty, kapelen time, pantallonat. Desh harrova çizmet e mia prej elastiku. Ja, edhe shkëlqimi I pari pranverës. Mirëmëngjesi, Mimi. Mirëmëngjesi, Fifi. Nesër është dita e parë e pranverës, Andrew. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për elfët. Ç'kemi, Daphne? Ç'kemi, Gordon? Më fal për s'mund të qëndroj gjatë, kam për të bërë pastrimet e pranverës. E kemi shumë punë. Gordon, shikoj ata të dy. Zot, prapë ju të dy. Days, shpresoj të mos jeni duke ngrënë bimët e mia. Ato nuk po rriten në serën tënde. Dhe u bën disa muaj që ne nuk po ham asnjë njomishte. Unë ju këshilloj që të largoheni nga kopshtet dhe nga lulet e mia, mirë? Ka shumë zhurmë për hiç gjë, apo jo, Lez? Po. Sa qef që është. Faleminderit për ndihmën, Andrew. Mirëmëngjes, Gordon. Je I zënë? Ç'kemi, Morris? Po, jam shumë I zënë. Prerësja ime e barit duhet të jetë në gjendje të shkëlqyer për ditën e kositjes së livarit. Se vale elfët presin barin ditën e parë të pranverës. Është traditë, Morris. Ashtu si mbreti I bie trombës së tij solo. O të lutem, jo trompës solo, është aq e gjatë dhe e mërzitshme. Mos fol ashtu, Andrew. Askush nuk I bie trombës si mbreti. Përsërite po deshe. Sa për të qeshur. Sa po pash një flok dëbore. Por? Në pranverë? Shakash? Çfarë ka ndërmend të bëj tani Percy? Percy! Pas që nuk e par kur një prerë se bari si kjo, Gordon. Ke të drejtë, Percy. Shumë e fuqishme, me injektim nafte, megakorsia 350. Një gur I çmuar për festën e prerjes së barit. Sa mirë. Prerësja jote nuk është aq e mirë sa e Persit, Gordon. Do të bëj punën e vet, Andrew. Jerome, je mirë? Të besohet, presja ime është prishur. Po kur e ke përdorur për herë të fundit, Jerome? Si sot një vit më parë, sigurisht. Po të shikoj një herë se çfarë mund të bëj. Mirë ditë të gjithëve. Ç'kemi, Rozi? E kam rregulluar prerësën, prandaj ti mund të sjellësh veglat kur të duash. Faleminderit, Rozi. Nuk do të vonohemi. Mirë, se unë kam lënë të takohem me një 2 miq më pas. Shiko. Dëbor. Shiko, u zhduk. Do t'jesh budallalipsur, Gordon. Nesër vjen pranvera. Bari yt duket shumë I bukur, Rozi. Faleminderit, Gordon. Gjithçka gati për nesër? Po.
Jani I ka pastruar vetë edhe veglat për recitalin e mbretit elf. Do doja të kisha një kapele që ta blija. Po mund të marrësh time nëse do janë. Wow, faleminderit Gordon. I bie shumë mirë. Shumë mirë. Vazhdo kështu edhe mund të luash kapelen tënde ditën e parë të dëborës. Me të vërtet e ke? Wow! Mba jepni sa më shpejt, ju lutem. Besoj se të gjithë duhet të bien të flem herët. Po, të bëhemi gati për recitalin e mbretit. Natën, Rosie. Natën, Gordon. Andrew, erdhi pranvera. Hajde, zgjo, Andrew. Sa e çuditshme. Kalendari magjik nuk po tregon asnjë fotografi. Po është thjesht I bardhë. Mirëmëngjesi, pranvera. Dëbor. Andrew, a nuk të thash që pash dëbor dje? Por, mbreti s'do mund të vi në këtë motë. Ura! Do të shpëtojmë nga koncerti I tij. Oh, Gordon! Çfarë do të bëjmë tani? Nuk do mendoja se do të kosisnim shumë barsut. Me zor po prisja që ta përdorja super korsën për herë të parë. Por për një gjë, unë ju siguroj që mbreti nuk do të vi me këtë motë. Ja mirë, gjithçka shkon mirë. Pranvera! O Zot, duhet të paralajmëroj gruan në ajo e uren borë. Pranvera! Oh, shpirt, mund edhe të ma kishe thënë. Ç'kemi? Jemi në vendin e duhur, Gordon. Po, Gladiola, por siç mund ta shikosh, kemi një problem të vogël. Çfarë melodie do të luani, mbret? Çfarë melodi? Do të luaj latit. Oh, jo! Kështu është akoma më mirë. Po, xa. Mos u shqetëso, shpirt. Do të nxjerrim shpejt prej andej. Po ne nuk mundemi të bëjmë kosikjen e pranverës sot. Vetëm po e bëm majskive. Mendoj se duhet të kthehemi të gjithë në shtëpi, edhe të pim nga një kakao shumë të ngrohtë. Jo, Bora nuk kap se I prish të gjitha. Mund të argëtohemi gjithsesi. Tada! Përshëndesni burrin tim prej Dëbore. Në rregull. Edhe më erdhi një mendim shumë I mirë për përdorimin e super prerse së Pers. Elfët shkencëtar nuk do ta besojnë se e kam përdorur super korsën time për të pastruar borën. Ke fituar 2 çmime me një herë, Persi. Hey, burr Dëbore, dukesh I mrekullueshëm. Ej ju! Shikoni sa e bukur është muzika e borës. Tani më kujtua. Jo, mendova se I kishte harruar. Mbreti, jo, Jan është një adhurues I muzikës suaj. Ai do të kishte shumë dëshirë të binte kapeles suaj. Ashtu, mere janë në bjeri. E
di çfarë, Gordon, do të them diçka. Unë I kam mësuar Janit të gjitha notat. Duhet të jeni shumë krenar, mbret. E kështu festuam ditën e parë të pranverës, edhe pse shumë ndryshe atë vit. Jan I ra trombës në vend të mbretit, edhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Kalendari Im magjik tregonte një çift kërminjsh. Ishin 2 vizitorë që erdhën në kopsht, por që përfunduan në një shtëpi jo fort zakonshme. Era e ëmbël e dheut. A nuk të pëlqen edhe ty, Andrew? Dheu I përzjer me perime? Sigurisht që më pëlqen, Gordon. Ky ble është I mbushur me gjëra shumë të ushqyeshme për tokën, që të rriten të forta. Ç'kemi? Mirëmëngjes, Gordon. Lazy dhe Daisy. Çfarë ju solli juve te pleu këtë ditë të këndshme? Po ne këtu jetojmë, Gordon. Si të thuash, është vend qëndrimi ynë kryesor. Ashtu? Po, kjo ndodh sepse ne jemi shumë të ndjeshëm ndaj të gjitha lëkurave të perimeve që ju keni depozituar këtu. Keni bërë një punë shumë të mirë duke I kthyer në ple të dobishëm. Këtë nuk mund t'ja mohoj. Por dua vetëm të qëndroni larg pjesës tjetër të kopshtit. Mirë? Një dietë e shëndetshme të mban në formë, Gordon. Mirëmëngjesi, zotërinj. A mund t'ju prezantohem? Unë jam Horaci, edhe kjo është zonja ime e dashur. Doris. Gëzoj që I njoha. Unë jam Lazy, edhe ky është kolegu Im. Diz, çfarë doni? Kemi ardhur për të gjetur një vend ku të jetojmë. Ne të dy po kërkojmë një shtëpi në fakt. Duam diçka të qetë në periferi si këtu. Jo, tamam kështu në fakt, por mbase diçka më të madhe. Diku ku mund të hapim syt mirë dhe të dalim nga guaska jon. Më të madhe? Po, mbase mund t'ju ndihmoj për këtë. Provoni të futeni në kopshtin e parë që do të gjeni. Elfi Percy ka shumë qef kërmint. Ai ka qef të ketë kërmin për qark që I ham bimët e tij. Të falenderoj shumë për këshillën, mik I dashur, ha? Lëviz, Doris. Përshëndeti, zotrit. Po, shumë faleminderit. Mirupafshim. Lam të mirë, lam të mirë. Qytetar, kanë një shtëpi mbi kurriz dhe tani dash kanë të kenë dhe një tjetër. Po, por t'i dërgosh te Percy është diçka e keqe. Eja, shkojmë të shohim shfaqen. Mirë, Andrew. Le t'i futemi punës. Zyti e shkëlqyer, Andrew. Lulet e mia! Zot, Percy! Kush mund ta ketë bërë një gjë të tillë? Por mendoj se ke patur vizitor, Percy, edhe madje të uritur. O zot. Ja dhe rezultati. Një gjurmë kërmish që shkon drejt e tek Lays dhe Days. Mos u shqetëso, Percy, do të flas unë me ta. Lays dhe Days, kam një pyetje shumë të rëndësishme për t'ju bërë. Ju I keni ngrënë lulet e Percyt? Jo, ishin kërminj. Kërminj? Po, në vend që të na akuzoni ne që nuk kemi faj, ju duhet të hidhni syt për rreth dhe të kërkoni disa kërminj mendje mëdhenj, të cilët janë edhe pa edukat. Po, Horacin edhe Dorsin. Pra ju I keni takuar? Jo. Po, ata kaluan këtej sot në mëngjes, por ne nuk u tham atyre ndonjë gjë të madhe. S'më shkoj mendja kur kërminj, ha?
Jo për shumë kohë. Ky aparat do t'i zhduk ata një herë për gjithmonë. Po çfarë po bën këtu? Këta. Po ku ulen pastaj Percy? Kjo nuk më intereson fare, Gordon. Do të kisha dashur mos kishim ardhur kur këtu, Horac. Po pak e guximshme, Doris. Tani nuk do të tallen më me pleun ton. Hajde ti, Percy. Ka mënyra më miqësore për t'u marrë vesh me kërmint. Më miqësore? Kush do të tregohet miqësor? Askush si ka qef kërmint. Por, Dizi, unë i kam qef. Vjedhin pleun sa hape mbyll syt. Plehu, e gjeta. Do të Çfarë? kërtojmë një mbajtëse plehu, Percy, dhe kjo do t'i mbaj kërmintet tu larg të lasheve. Ata do të kenë vendin e tyre personal në ple? Po, je i sigurt që do të funksionojë? Nga ta di unë që kërmintët pranojnë të qëndrojnë larg bimëve të mia. Ç'kemi? Ne donim vetëm t'ju thonim se do të ishim... Shumë të lumtur të pranonim, vetëm se duhet të ketë 2 lloj rrënjësh për ne. 2 lloj rrënjësh? Në mbeturina të mira druri. Po, është e rëndësishme të ruash standardet. Standardet e mia nuk kanë të sharë. Vërtet, është një kopësht i bukur në fakt. Dhe kështu do të ruhet. Faleminderit. Po u morën vesh atëre. Do të porosis materialet me postën e elfëve edhe do të fillojmë. Shkëlqyeshëm. Një vend të tërë personal pleu. Jo keq, ë? Është absurde, Lizi. Është shumë e rëndësishme të mbash standardet, kupton? Faleminderit që erdhe të na ndihmoje, Rozi. Faleminderit edhe ty, Jerome. I kam të gjitha këtu. Fillojmë atëre? Në rregull. U bë dhe kjo. Ju lumshin duart që të gjithëve. Tani, hajde ta mbushim. Lëkura perimesh. Faleminderit, Rozi. Mbeturina bari. Tani, leti përzjejmë. Materialin ndryshkur. Hej, Jerome, çfarë i ke këto? Ky është ple, jo mbeturina. Duen vetëm gjëra që kalben. Po këto kutita janë të mira, Gordon? Shumë të mira, Percy. Kartoni është shumë i mirë për plehun. Po letra? Fantastike, Jerome. Edhe letra është shumë e mirë për plehun. Mbarova. Fantastike! Mon e shumë të mirë. E pse jo, zonja dhe zoti hund përpjet janë ulur mbi të gjithë kalbësirat e mbetjeve përreth, e kuptove. Unë po mendoja të shkoja për vizit. Ti po tallesh tani. Ata të dy do të ma paguajnë. Ne do t'i shkojmë për vizit, por jo për t'i përshëndetur. Në rregull. Po, ajo do të ngjajë si vizit, por nuk ka për të qenë e tillë. Kjo është një shumë e bukur, e mrekullueshme. Kjo është festë e bukur. Edhe pleu është i mrekullueshëm. Faleminderit, Andrew. Shpresoj të vinë edhe Lazy me Daisy-n. Gordon! Horac! Shumë faleminderit. E adhurojmë shtëpinë tonë të re, apo jo, dashur Doris? Po, sidomos ajo piktura e në të dyve atje anash. Po, kështu të gjithë do ta dinë që është shtëpia juaj. Erdhët? Mirë se erdhët. Kjo është festa e mikpritjes së Horacit dhe Dorisit. E morët ftesën apo jo? Po, pra ne në fakt nuk ishim në shtëpi. Po ju ishe të ftuarit e nderit. Po të mos ishte për ju, nuk do të më kishte vajtur kur mendja që të ndërtoja një mbajtëse plehu. Të ftuar nderi? S'ka rëndësi, më në fund të erdhët. Do deshe të hanit lëkura perimesh? Faleminderit, Doris.
Kur ke ndërmend që ta mbash fjalimin tënd Days? Pikërisht atëherë kur të pushoj së ngrëni Lejz. Oh, tamam siç mendova unë. Faleminderit, Gordon. Nuk mendoja se do t'isha kaq i lumtur me mbajtsen e pletë. Ishte kënaqësia ime. Po argëtohem duke hedhur të gjitha mbeturinat atje. Horace dhe Doris mbajtën fjalën e dhënë dhe nuk hëngrën asnjë nga lulet e Persit. A është qasti që të largohemi që këtej Days? Më vonë, Lejz, më vonë. Lejzi dhe Daisy u miqësuan me fëmijët e rinj dhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Tada! Mirupafshim! Kopshtaria është shumë argëtuese dhe një ditë kalendari magjik më tregoi një pikturë ku po punoja me mbretin. Kjo duhet ishte shumë argëtuese, apo jo? Mbret, jo! Jam mirë. Uji si bën keq askujt. Më liri që t'ju ndihmoj, mbret. E po, ja ku jam. Nga t'ja filloj. Po çfarë doni të thoni? Ta filloni? Çfarë doni të filloni? Kam vendosur të kthehem në origjinë, të bëhem një elf i thjesht, kopshtar, vetëm për një ditë. Kam sjellë edhe shatën time, shikon? Më trego vetëm si ta bëj punën. Po mirë, po ju mund të rregulloni barin në hambar. Mirë. U tha u bë. Mendon se do të jetë mirë? Këtë do e thot vetëm koha. Mirëmëngjes. Ups, më fal. Mirëmëngjes. Dita e sotme ka për të qenë me të vërtet shumë interesante. Po. Gordon, çfarë do mbreti në kopshtin tënd? Do të bëhet kopshtar vetëm për një ditë. Po bëj sikur po merre me punë. S'mund të ri gjithë ditën të flas Gordon. Duhet që të rregulloj gardin. Hepa, mirëmëngjes. Mendoj se duhet ta ndihmoj. Gordon, mund të më japësh hua një xhekiç? Është më mirë po të përdorësh këtë dorë, mbret. Ja, më shiko mua kështu. Po, kështu mendoj edhe unë. Nuk ka ndonjë gjë më të rëndë që mund të bëj dhe unë, Gordon? Mund të mbillni disa fara. Fara? Pse jo, fara. Ma trego dhe një herë, Gordon. Duhet ta kuptoj sa më mirë. Ruaj distancën në një vit drejt. 1, 2, 3, ja kështu. Po, shumë mirë. Ç'kemi, Gordon? Mbret? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Rozi. Rozi. A mund të më japësh disa bizele, Gordon? Patjetër, Rozi. Janë gati për t'u mbledhur. E keni problem t'i mbillni farat vetëm, mbret? Unë? Sigurisht do i mbjell sap dhe mbyll syt. Mirë atë. O zotran. Po. 1, 2, 3, 4. Mirëmëngjes, mbreti elf. Persi. Më falni, por vura re që po i mbillnit farat me duar, mbreti elf. Ashtu? Po mbillja. Ju prezantoj shpërndarësen e farave. I mbjell ajo farat për ju në fraksion sekondi. Është e ardhmja. Ashtu? Mund ta shoh këtë mrekullinë veprim, Persi? Do ta kisha për nder, zoti mbret. Të lutem, më thirr thjesht elf Persi. Një nder, elf i thjesht. Bizelet janë të mrekullueshme. Prap një nga makineritë e Persit. Ja, mbaroj. Punë e mirë. Bravo të qoftë, Jerome. Faleminderit. Ka ardhur kohë të fle.
Si do të futem sërish në kopshtin tim? Jo! Hapuni nga rruga! Punë e shkëlqyer. Bravo të qoftë, Percy. O, zot, unë po prisja radhën time. Kjo ishte shumë e lehtë. Tani më duhet diçka më e vështirë se unë mund ta bëj. E di, shumë të vështirë. Gordon, u bë shumë kohë që nuk e kam parë mbretin. Mendon se do t'jetë mirë. Po besoj do t'i ketë mbjellur ato fara tashme. Mbase kam mbjellur veten gabimisht. Mjaft tani, Andrew. Mbreti po bën më të mirën që mundet. Na takon ne që ta ndihmojmë tani. Me sa duket I paska rënë farat. Jo, mendoj se kështu ka menduar, se I ka mbjellur. Zot! Mendoj se është më mirë të zbulojmë se çfarë ka ndërmend të bëj. Lart! Shpejt, këtej! Kjo ishte e fundit. Mund t'ja dalësh, mik. Po çfarë po ndodh, Gjano? Mendova se duhej një fortesë me gur, Gordon. E ti e që urithi mund të ngrej pesha 5 herë më të rënda se vetja? Jo! Jo! Po nga I morët gjitha ta gurë, Gjano? Nga atje. Por ai ishte muri kopshtit tim. O zot. Kush I vendosi këta gurë në kopshtin tim? Si thoni të ham pak drek. Morris mund ta rregulloj gjithë këtë. Kam besim te ty, mik. Më në fund, koha e drekës. Pyes veten çfarë do të kemi për sot? Djath. Jep një djath na japin. As ju mërzit që këtë kremin e vën këtu sipër? Është mirë ti jesh I thjesht. Ti bësh të gjitha gjërat vetë si fillim. Ma kalo pa kripën, të mos më shtetesh të tjerët. Ky është qelsi, piperin. Po, në fakt unë s'ju kam parë që të bëni ndonjë gjë. Po, unë po presa të punën me rëndësi. Diçka më të përshtatshme për një elf si puna ime. Mund të rregulloj atë lëmshin që ka bërë në serën e perimeve. Ky ishte një mendim I mirë, Andrew. Kam dashur ta pastroj këtë prej shumë kohësh, që të mbillja disa perime të reja. Na, merreni, unë do të jem duke rregulluar gardin e Jeromit, nëse ju duhet ndonjë gjë. Po, nuk do ketë asnjë problem, Gordon. Ma lër mua në dorë. Ja pra, kjo duhet ta lumturoj Jeromin. Pyes veten se si po ja del mbreti tani. Po, është shumë qetësi. Mendoj se është më mirë që të kontrollojmë. Bravo, futuni punës. Po e pastrojmë sa hape mbyll syt. E po, Gordon, çfarë po mendon tani? Duket një mrekulli. Po mendova se do e bënit ju punën. Do ktheheshit në origjinë. Do ishit kopshtar për një ditë. Po, vërtet ashtu, por çështja është se ka kaluar shumë kohë që kur isha kopshtar dhe për këtë kam marruar se si bëhet. Ti e kaq I zoti Gordon kur të shoh kur punon sa nuk dua që të tjerët të qeshin me mua nëse gaboj, se kaq duan ata, Më fal. Ky ishte një gabim I madh, Gordon. Por ne të gjithë gabojmë. Ka të drejtë. Kujto atë makinën e farave të Persit. Më fal. Urdhro. Të punojmë të gjithë së bashku. Unë do të mësoj që të gërmosh. Të prashisësh? Gjëra të tilla. 1, 2, 3. Shumë mirë, mbreti elf. Ja! Faleminderit që të gjithëve. Nuk mund ta bëja pa ju. U bëra dhe unë më në fund një skuadrës.
Faleminderit, mbret. Fantastike. Kështu, më në fund, mbreti përveshi mëngët dhe ne të gjithë na pëlqeu të punonim së bashku. Nuk kanë rëndësi vetëm punë të rëndësishme, pasi edhe të voglat janë jetësore. Jap se mendoj se mbreti vendosi të kujdesej për ne të gjithë. Dhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Tada! Shi o shi, iksa më larg, por nuk largohej, po binte shi për ditë me radhë. Edhe kalendari magjik ishte pak i lagur. Shikoj jashtë, Andriu, po bie shi me gjyma pa pushim. Unë po mërzitem shumë tani që bie shi. Krimbat duhet ta kenë qejf lagështirën. Jo, ma, sepse unë jam ndryshe nga të tjerët. E di, nuk është qejf të rish mbyllur në shtëpi, pa mundur që të merresh me kopshtin, por të paktën të jemi të thatë. Jo mirë, shumë mirë. Si jeni, mbret? Është lagësht apo jo? Erdha për të lajmëruar se pritet të bjerë më shumë shi. Jo. Edhe përmbytje. Edhe më të mëdha se kaq? Po, prandaj kini kujdes. Për qeset e rërës jashtë, vish mu shaman dhe rregullor qatin. Je për qollë. Po, mbret. Tani po hiki të lajmëroj të tjeret. Mosu lag, Gordon, e kopshti Persit. Me sa duket kemi punë për të bërë, Andriu. Atëre, leti futemi punës. Mendoj se doje të thoje eja të lagemi, Gordon. Ke të drejtë, Andriu. Këto flet lakrash janë një çatje ngrohtë dhe praktike, Lejzi. Po, Dejz, janë edhe të shishme. Po na mbajnë të thatë, Lejz. Por duken mjaft të shishme, Dejz. Ashtu është. Por nëse i ham gjethet, atëherë ne do të bëhemi qull. Por nëse ne nuk i ham, atëherë do të jemi të uritur. Një këndvështrim i drejtë. Si thua sikur vetëm t'i lëpim? Këtë do ta vendos këtu, në rast se përmbytja është shumë e keqe. Ja, ku bëdhe kjo. Kaktusi se ka shumë qejf lagështirë. Jam mirë. Buletini mëngjesit, stuhia është afër dhe përmbytja është rrugës. Faleminderit, mbret. Me qënë se ra fjala, Gordon, çfarë ndodhi me kaktusin tënd? Përshëndetje, mbret elf. E kuptoj, vetëm një vizitë fluturim thi. Kjo ishte qesja e fundit e serës, Gordon. Po, Andriu, shpresoj të mjaftojnë. Një vark? Po, kjo është ajo që na duhet për përmbytje, Gordon. E mora nga katalogu i gjërave të reja për elf. Faqe 52. Ulje për dimrin. Ashtu? A të vjen keq nëse e mbaj në pellgun tënd? Lumi po rrjedh pak si shpejt tani edhe mundet që ta marri me vetë. Sigurisht, Persi. O, zot Persi, varka jote nuk ka lënë shumë vend për Bob peshkun. Ne të gjithë duhet të bëjmë sakrifica në kohë emergjence, Bob. Mendoj se do të flek këtu sot. Por Persi do të bjerë më shumë shi. Më mirë shkojmë te Daphne, aty është e sigurt edhe e thatë. Varka ime është ndërtuar enkas për këtë gjëra, Gordon, do të jem shumë mirë. Po, edhe unë. Qaj dalgët me të rasën time të surfit. Unë nuk e dija që bëje surf, Jerome. Është e letë, nuk e she? Po, por jenë tokë të thatë. Ka rëndësi kjo?
Gordon! Gordon! Është Rozi! Burimi është e mbushur dhe ka dal nga shtrati! E shikon, ishte shumë e thjesht. A jeni të gjithë mirë? Po, Rozi. Jemi thatë këtu lartë. Jemi mirë deri tani, Rozi. Tani po bie me të vërtet shumë shi. Mas është më mirë të ngjiteni lart. Se kuptoj pse Jerome duhet të merrte drasën e surfit me vete. Mbreti tha që duhet të qëndrojmë gati. Natën e mirë të gjithëve. Më mirë të shkoj të shikoj jashtë. Zot! O, zot i madh! Shkojmë të shohim në kanë mbajtur qeset në rërë. Le të shpresojmë, Gordon. Është ende lagështir jashtë, Gordon? Pak fare. E ka pak ujë, por jo shumë. Do ta thaj shpejt. Po tani kush po troket? Mirëmëngjes, Gordon. Kjo është hera e fundit që i hap derën një peshku. Edhe në qoftë se atë do ta njoh. Persi ka humbur. Çfarë? Ka humbur ai. Si? Barka shëshme. Jo. I shkreti Persi. Ej, të gjithë ju, Persi ka humbur. Jeni diçka që lëndron edhe takohemi jashtë për 5 minuta. Jemi me shumë fat që gjetëm këtë fletën e sallatës, Lejs. Po, Lejs, shumë fat, më pëlqen sallata. Jo, Lejs, ne nuk mund të ham atë sepse ndryshe ne do të mbytemi pastaj. Por, nëse nuk e ham, atëherë do të vdesim urije. Kënd vështrimi drejt. Sallata të bën mirë është e vërtet. Pase vetëm po ta lëpim pak. Këte! Sa mirë që kishim këtë varkë, Gordon. Po, Andrew, këto lloj varkash mund të shpëtojnë jetën. Pauni të gjithë! Nëse ndalon së ngrëni, Lejs, atëherë do t'jemi mirë. Dakor. Sa mëngjesi buk... Mandimoni! 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 Shiko! Është Mimi dhe Fifi! Çfarë? Ato po thonë se varka e Persit është në buzë të ujvarës. Nëse nuk arrim në kohë, do të përplaset me shkëmbijt atje poshtë edhe do të bëhet copa dhe qika. Oh, Gordon, sa mirë që ti arrin të komunikosh dhe me zoqt. Shpejt, shpejt, lëvizni lopatat. Ku janë instruksionet? Si të ngisni barkën tuaj? Jo, kështu si po ecim nuk do t'ja dalim dot kurrë. Faleminderit, Bob. Persi! Persi! Jemi këtu! Fal zotit, Gordon! Jo! Jemi shumë afër ujvarës. Çfarë duhet të bëjmë? Shpejt, kundra rrymës. Faleminderit, Gordon. Ju faleminderit të gjithëve ju. Të mbytemi apo të vdesim urije? Të vdesim urije apo të mbytemi? Ka muri. Edhe unë.
Sa mirë, pas kemi ndaluar mbi një lakër, po ky është fat. Përgëzime edhe ty, Gordon, që shpëtove Percy. Faleminderit, mbret. Sa për ty, Percy, do të roj një libër për lundrimin, një busull dhe një spirancë, në rast se ndodhë sërish. Po, faleminderit, mbret elf. Dhe kështu mori fund kjo aventur shumë e keqe me motjen. Dhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Në disa ditë je aq i zënë sa nuk të mjaftojnë as 4 duar. Më kujtohet dita kur kalendari magjik na tha se do të takonin diçka me 4 këmbë. Hajde, Andrew, ti futemi punës tani. Ja dhe kjo bë. Sa qef! Tani do të mbjellim lulet e mia. Mbret! Jam mirë, jam shumë mirë. Ku jam unë? Edhe ti janë, po ti si je? Të kemi? Gordon, më falë që erdha paftuar, ti e di që nuk e kam zakon. S'ka problem, po si mund t'ju ndihmoj? Kam një problem me Janin, ky djalë pa më çment. Kush unë? Kërkon pareshtur një kafshës shtëpie. Pa i nuk ma jep, edhe kjo nuk është e drejt fare. Unë them që gjithë fajnë e ka gladiola. Ajo gjithë ditën sheh ato emisionet me kafshë në spital. Bie në dashuri me ato që kanë veshur pellush. Ja, përse u martua me ty atëherë. Andrew. Gordon, argëto djalin. Kam një takim shumë të rëndësishëm me shefin e lakrave. Te kopshti mbretëror. Eja, Ian, ti futemi punës tani. Eja, Ian, se nuk mund t'imon pak me gërmimin? Nuk dua të gërmoj, unë dua të kem një qenë. Shiko, nëse punon mirë sot, do t'i them një fjalë të mirë mbretit elf. Me të vërtet? Sinqerisht? Sigurisht. Tani, mere këtë edhe shkullat të parishten atje. Pa tjetër, Gordon! Në u djali mirë. Si thua, Andrew? Do t'a pëlqej, Jani? Do e adhuroj. Ka punuar shumë sot. Meriton vërtet një shpërblim. Gordon, më pëlqen shumë, që nga fantastik. Është një qen model, i bërë vetë me perime. Është një qen perimesh. Faleminderit, Gordon. S'ka përse. Po, si do t'a quash? Mirë, hunda e ti në qanë një repe. Pra ndaj unë do t'a quaj repa. Shumë bukur. Mirë, tani po iki që ti të luash me repën. Unë kam punë. Shihemi më vonë. Mirë pafshim. Mirë. Të shkojmë të argëtojmë i rep. Sa i mirë je. Tani, ullu. Rep, të tash ullu. Dakor, të provojmë diçka tjetër. Ullu në gjunjë. Jepi ullu, rep, ullu në gjunjë. Tani e gjeta. Pra po të kapësh, rep. Masil! Po ti nuk bën asgjë. Sikur të ishe pak më i gjallë, sa mirë do t'i ishte. Mund të pi pak ujë, Gordon? Po, janë. A të luaj pak në kopësht, Gordon? Po, janë. Mund të marrë kapelin tënde dhe ta bëj qenin të vërtet, Gordon? Po, janë. Pikodi, wikodi, paf!
Jepi pak jetë këtij qeni, të lutem shumë. O, rrepa ime e bukur. Çfarë? O, Jojan, çfarë bëre kështu? Po ti më dhe leje, the po janë. Çfarë? Ashtu? Po isha duke tremitur. O, zot. Rep, ktheu këtu, shpejt, ktheu. Oh, sa i bukur shtrati i ri i luleve të mia. Oh, sa bukur. Rep! Oh, zot begonjat e mia, ndalo! Jo. Qeni, keq, ndalo! Sa i shpifur! Mu fiq qafe! Rep, ktheu këtu! Unë dua të them dy fjalë, djalosh? Po nuk është fare im, ai është shumë i shpejt. Ktheu me herë këtu! Gati, Andrew? Gati kur të thuash ti, Gordon. Mirë, Andrew. Tani! Ja pra, bëu qeni mbar. A ke diçka për të më shpjeguar, Jan? Unë doja vetëm një kafshës me të cilën të luaja. Kafshët s'janë vetëm për të luajtur. Duhet t'i stërvitësh, t'i ushqesh, t'i shëtisësh edhe t'i falësh dashuri. Përbëjnë përgjegjësi të madhe këto. Përgjegjësi? E çfarë do të thotë kjo? Do t'a zbulosh së shpejti. Qëndro! Jo, repushk! E bëri sërish Gordon! Unë e di se çfarë mund të bëj. Përdor këto bizele. Mirë? Ide shumë e mirë, Gordon. Ide shumë e mirë. Jo, duro pak. Tani qëndro. Qeni mirë. Sa qeni mirë që je. Të lumt janë. Duhet ta bësh vazhdimisht këtë, derisa repa të bëj si i thonë pajdhën bizele. Kjo ishte një ditë shumë e mirë punë, Andrew. Jan. Ç'kemi, Gordon? Jam mirë. Po, Gordon. Ç'kemi, Gordon? Ne kemi ardhur të marrim Janin. Iq, largo, sa po i krea mustaqet. S'është i adhurueshëm, zot. Çfarë është? Ai është një qen prej perimesh. Bëra unë që të kënaqja Jan. Por pastaj Jan e solli në jetë me kapelen time. Çfarë ka bërë? Gordon i tha se unë mund ta bëja, apo jo, Gordon? Mirë, por... Gordon, po unë të thash ti që mendjen nga këto gjëra dhe jo ta nxisje. Po unë e kam stërvitur shumë mirë. Ja, E vërtet, dhe ka qenë një pronar shumë i përgjegjshëm. Shiko, ai mund të bëj shumë gjëra. Rep, ulu, rri në gjunjë shtriu tani. Sa djali mirë që je. Është i mrekullueshëm. Duhet ta mbajmë patjetër. S'mund të mbajmë perime që vrapojnë në shtëpi. Çfarë do të mendojnë qinjëtanë? Jo! Repa po shduket! Po, magjia nuk zgjat shumë, Jan. Bëj diçka i dashur. Të lutem! Do të zgjasë ca minuta.
Kabel, unë nuk jam shumë i aftë të bëj këto gjëra, por bëj këtë qenë të vogël prej perimesh të vërtet. Repa! Të betohem, Rep, se do të kujdesem për ty në jetë të jetëve. A s'është bukur? Pra, në fund të ditës, unë mbarova gjithë punët e mia, dhe Jani u bë pronari përgjegjshëm i qenit të vogël shumë të sjellshëm. Dhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Tada! Unë s'kam për të harruar kur konkursin e kopshtit më të bukur të vitit të shkoj, sidomos sepse kalendari im tregonte fotografinë e çmimit të madh. Sot është dita e konkursit. Dita e konkursit të kopshtit më të bukur. Eja, ti futemi punës. Mbreti dhe Gladiola do të vinë këtu nga momenti në moment, Andrew. Me të vërtet do të gjykojnë gjithë kopshtet e botës sot, Gordon? Po, Andrew, do të ngrihen shumë herët. Mirë mëngjes, Gordon. Mirë mëngjesi, Percy. Konkursi i kopshtit më të mirë sot. E di, thjesht po kontrolloj për ndonjë shkurre. Edhe unë, Gordon. A ndjesh mirë, Percy? Po, jam vetëm pak i lodhur. Ndaj një gjithë natën zgjuar duke prerë barin. Po çfarë bari? I ke prerë pak si shumë Percy më duket. Kështu i duket vetëm syri të pastërvitur, Gordon. Kopshtaria ekstreme është rruga e së ardhmes. Pa çfat, Percy? Mirupafshim. Edhe ti, Gordon, të fitoj Elfi më i mirë. Mirë, tani eja të organizohemi. Andrew, po, ti ke për detyrë që të fshish domatet. Po i futem punës. Opa. I ke dhe ti shkurre e vogël. Çfarë mund të bëj për ty, Gordon? Si fillim mund të mbushësh gropën që sapo hape, Morris. Dakor. Ç'kemi, Daphne? A mund të ndihmosh Mimi dhe Fifin që të vendosin gurët aty te gardi? Si thua? Quaja punë të mbaruar, Gordon. Po, të lutem, Rosie. Gjithë kjo vajtje ardhje sa ndej. Shpejtësia është një gjë e tmerrshme, Lezi. E di, nuk është fare e mirë. Jam shumë i lumtur që jam një kërmill. Po e the shumë mirë, Lez, por u le zërin sepse nuk duhet të mburremi. E di. Mund të bëj ndonjë gjë tjetër? Mund të hapësh gropën e re që sapo nisë. Mirë, Gordon. Mimi, Fifi, a mund të hapni pak çezmë për mua? Mjaft! Faleminderit! Edhe ne duhet të bëjmë diçka, Alice. Çfarë duhet të bëjmë? Të marrim pjesë në konkursin e kopshtit. Të jemi garuesit e parë. Të japim ndihmën tonë që kopshti të duket i bukur. Jam shumë dakord, Daisy. Po çfarë duhet të bëjmë? Të ham atë lakrën e madhe atje. Je i sigurt, Daisy? Po. Ajo e bën kopshtin shumë të shëmtuar. Nisemi tani. Je shumë i lodhur, Gordon. Shko edhe pusho pak. Kam shumë punë, Andrew. Unë po pastroj domaten. Daphne po vendos shkopinjt poshtë lule shtrydheve dhe Rosie po pret trëndafilat. Po, shumë mirë, po mbase tani është dhe koha që të pushoj pak. Gordon, mund të bëj ndonjë gjë tjetër? Gordon.
Je këtu brenda, Gordon? E, po mbase duhet vazhdoj ta kërkoj në gjithë kopshtin. Të fshish domate të haporeksin tani. Ej, ju të dy, lërgoni nga ju lakër. Mendoj se Gordon do t'ishte dakord me provën e shijes, e cila është një pjesë shumë e rëndësishme në përgatitjen e kopshtit. Prova e shijes? Po. Shumë e rëndësishme. Vërtet që Gordoni e tha? Po. Po thuajse. E po, mungesa e dy perimeve nuk do të vihet e re. Sa e shishme. Shumë bukur, zonjusha. Kemi bërë një punë shumë të mirë. E ke bërë provën e shijes? Çfarë është kjo? Është mendimi i Gordonit. Është shumë e rëndësishme të kontrollojmë. E po mirë, jam e sigurt që mungesa e njerëz nuk do të vihet re. Sa e shishme. Gordon, mund të bëj në një gjë tjetër? Gordon? Këto lajti janë shumë të shishme, Daphne. Gordoni pati një mendim të shkëlqyer për provën e shijes. Mund të bëjmë dhe një gjë tjetër për të ndihmuar Gordonin? Sipas meje, ka edhe gjëra të tjera në kopës që ne do t'i rregullojmë menjëherë. Do të kënaqet shumë. Do të mbetet pa fjalës. Ai do të shtanget, kupton? Jam mirë. Çfarë? Ku? Si? Hersi, kopsi yt është tullac. Bret, e pamundur. Andriu, është gjithçka në vendin e... tomatet e mia, lule shtrydhet e mia, kopshti im i bukur. Nuk ka arsye të na falenderosh, Gordon. Ne e bëm me shumë dëshirë. Do të shkoj që ta pengoj mbretin të mos hy. Morris! Gordon, mund të bëj në një gjë tjetër? Gordon, me sa duket ideja jote e provës ka dalë jashtë kontrollit. Po ç'është kjo ideja e provës së shijes? Daphne tha se ishte ideja jote. Andrew tha se ishte ideja jote, Gordon. Jo, Lazy tha që kjo ishte ideja jote. Lazy dhe Daisy? Duhet që ta kisha marrë me mend këtë gjë. Me që jemi kërminj, ne nuk mund të veprojmë. Jo. Po çfarë do të bëj? Mbreti do të vijë nga çasti në çast. Jam mirë. Gordon, unë dhe gruaja ime Gladiola kemi ardhur të shohim kopshtin tënd. O zot. O zot i madh. Më lejoni që t'ju shpjegohem. S'mund të tregoj gjë për notat, Gordon. Janë shumë sekrete. Sa do ta vlerësojmë kësaj here dashur? Në këtë rast 10. E gjeta. A do donit një lule shtrydhe? Shumë faleminderit, Rozi. Gjykimi gjithmonë të haporeks të madh. A do njëri lajthi? Duhet i provoni domatet me pa tjetër. Me të vërtet? Po, vështirë se mund t'i durosh pa i provuar. E gjeta. Më mirë uluni edhe pushoni. Dhe unë po ju sjell disa. Te e shkëlqyer. Nuk u vë faj miqve të tu të mrekullueshëm që i provuan Gordon. Tani e kuptoj se pse. Po, dhe nuk keni provuar ende asparagus. Duhet të flas më vonë me ju të dy. Shkojmë në kopshtin tjetër i dashur. Po e dashur, do dalësh më mirë vitin tjetër, Gordon. Po, kam gjithë një vitin tjetër. Te kopshti i Jeromit. Ku jemi, Jerome? Na vjen shumë keq nëse të kemi keq kuptuar, Gordon. Sigurisht që ju vjen.
është e mbretit kjo. I dashur Gordon, mund të mos kesh fituar konkursin për kopshtin më të mirë, por ke fituar çmimin e veçantë të këtij viti. Ke fituar çmimin e kopshtit më të shijshëm në botë. Përgëzime, mbreti dhe mbretëresha e elfëve. Dhe sigurisht e gjithë kjo fal idesime për provën e shijes. Festuam gjithë ditën edhe mbaruam vetëm kur mbaroi pikniku mbas ditës dhe u kthye në një darkë të shijshme. Dhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Tada! Mirupafshim! Mirupafshim! Tada! Mirupafshim! Kalendari im magjik më kujtoi se kishte ardhur Spromi, stina e 5 të elfëve. Një ditë e vetme që qëndronte mes largimit të pranverës dhe lulëzimit të verës. Në këtë ditë ne elfët mund të qëndrojmë me këmbë përpjet dhe të festojmë për punën tonë. Me sa shoh ka lajme të mira, Andrew. Sa mirë. Jam mirë. Mbret, jo. Spromi. As është e mrekullueshme, Gordon? Po, mbret, po pse nuk në nderuat me një vizitë ju? Po, pyetje me vend. Ti dhe miqtë tu duhet të organizoni një spektakël për festën e përvitshme të Spromit. Po është sot. Sigurisht që po. Gladiola ka muaj që pret me padurim spektaklin tuaj. Po atëhere, pse unë e mora vesh vetëm tani? Si? Do më ketë dal nga mendja, po nuk ka problem. Spektator do t'jemi vetëm unë dhe Gladiola. Por... Javën që shkoja, jo më tha se festa në ndretimin tënë do t'ishte fantastike. Tani duhet të shkojmë, ne duhet të blejmë kapele të reja për spektaklin. Shihemi në Perëndim, te kopshti. Po, duhet të lajmërojmë të tjerët. Kjo është e jashtëzakonshme. Po, si mendon për vallëzimin e pyllit? Unë mendoj që të ulemi në rreth dhe të dëgjojmë muzikën e kopshtit. Dëgjoni pak këtu. Siç e keni marrë vesh të gjithë, sot do të organizojmë një koncert për festën e përvitshme të Spromit. Dua që të jetë e këndshme, e thjeshtë dhe për të katërshtuar. Kështu që të gjithë mund të rrotullohemi dhe të festojmë Spromin. Mrekulli, unë do të bëhem shefi i skenës. Ide shumë e mirë. Unë mendoj se mund ta bësh shumë mirë verën, Gordon. Dua të jem vjeshta. Dakor, po të gjithë të kopshtë do të kenë mundësi që të na ndihmojnë. S'kene mrekullueshme, Percy, Por nuk të duket pak si ta them, madhështore për shfaqjen tonë të thjeshtë? Idiotësira, na duhet më e mira. Çdo gjë është automatike, madje edhe perdesh. Shiko. Je mirë, Percy? Duhet të kem shtypur butonin e gabuar. Zot. Jerome, çfarë po bën ti? Unë jam vjeshta. Jam një pemë. Gjethet e mia po bien. Shikoni. Ha si thua? Është me mend, shumë e gjetur. Jam mirë. Mirë, Gordon. Si po shkojnë përgatitjet e ekstravaгаncës spromike? Ishte pak e pa paralajmëruar, por ç'është e vërtetë apo bëjnë të pamundur. Merre lehtë, Gordon. Vetëm siguro të jetë përsosur. Të gjithë po ndihmojnë. Nga ju të dy unë dua vetëm që të prezantoni aktet. Të gjithë ju duhet ta dini dhe ta merrni vesh që aktorë si ne nuk mund të gjenden kështu falas. Ka të drejtë. Çfarë do të na japësh? Mirë, kur të mbaroj shfaqja, ju mund të hani kollaret prej lakre. Dakor. Faleminderit. Po, duam një dhonë të veçantë zhveshjeje.
Po, a nuk duhet që të përsërisësh pjesën tënde ti? Çfarë mendon se po bëj? Po fle? Pikërisht, është akti im I letargjisë. Po, shumë mirë, Jerome. Si të dukem, Gordon? Si një muzikant I vërtet. Po unë, si dukem, Andrew? I shqetësuar. Do të dalë shumë mirë. Gëzuar ditën e spromit I dashur. Gëzuar edhe ty, Gladiola. Aha, filloi apo ishte alarmi I zjarit? A duke mi shëndosh me këtë, Liz? Jo, Liz, duke shkëlqyesh. Shumë elegant. Ju uroj mirëseardhje në spromën show të Gordonit. Duhet ta haj apo ta vendosa të kapele Gladiola? Ta hash apo ta mbash? Ju nuk mund t'i flisni ashtu grua së mbretit. Tani sa po bëra gati të filloja. Për lumturin dhe argëtimin tuaj, ju prezantoj Elfin Gordon si ju nuk e keni parë kur më parë. Unë jam pranvera. Bravo, Shikoni se si rritet kopshti. Çfarë është kjo që dëgjoj? Muzika pranverës. Dhe tani ju do të shihni lulëzimin e pemës së mollës. Sa e bukur. E thashë lulëzimi I pemës së mollës. Sa e bukur. Percy. Më fal, Gordon. Shtypa butonin e gabuar. Të faleminderit shumë, Gordon, dhe mos hiq dorë nga karriera. Tani, Gladiola, nëse nuk e ka ngrënë ende kapelen, ta shtrëngoj fort. Tani është Vera që vjen me Elfen Rosie. Unë jam Vera, jam plot me ngjyra, jam shumë e bukur. Ditët e mia janë të gjata dhe netët e mia janë... Zonja dhe zotrinj, e mrekullueshmja Rosie. Ditët e saj mund të jenë të gjata, por aktrimi ishte I shkurtër. Megjithatë, jo aq. Ky është një shkatërim. Pas ke vënë kapele të re, Jerome? Po, është për shfaqjen time. Nuk e gjeta dot aq të madhe sa tënden. Po pa çfat. Unë jam Vjeshta. Jam një fare sëmur që bie duke rrotulluar në tokë. Au! O, Zot, mbyllini perden! Kjo është gjëja më qesharake që kam parë, që kur mbreti ran në ambarin e pleut. Në ambarin e pleut? Ju lutem shumë, mjaft u tallët me mbreti dhe me Gladiolën. Dhe tani për ju shikues të ndjeshëm, vjen dhe finalja e madhe. Elfi Percy është Dimri. Dhe ai do t'ju fry ju tutje. Unë jam Dimri. Mos është vallë era e ftohtë e Dimrit ajo që po dëgjoj? Fluturoni tutje, zosh dhe I drejt sigurisë dhe ngrohtësisë. Ofrohet ora! Percy! Ndalo!
E po, si mirë shkoj, ë? Bravo! I lumtë, bravo! Bravo! Për habimin e të gjithëve, spektakli i spromit ishte një sukses i vërtet. Mbreti dhe mbretëresha kishin kohë që nuk qeshnin ashtu. Oh, faleminderit! Faleminderit! Edhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Tada! Mirupafshim! Ishte dita e vjeljes dhe kalendari im magjik më tregonte të gjitha frutat dhe perimet që duhet të vilja. Kjo do të thoshte se kisha shumë punë për të bërë. Jepi, Gordon, ti mund t'ja dalësh. E nxora! Duket me të vërtet shumë herë më mirë këtë vit, Gordon. Oh, po, duket shumë e bukur. Portokalli dhe shumë karotin. Mrekulli! Ha? Ti punon shumë, apo jo? Ç'kemi? Çfarë po bën Percy? Oh, Lejs, nëse ata vazhdojnë të vjelin kështu, ne nuk do të na mbetet asgjë për të ngrënë. Oh, jo, po vdesurie. Percy, ku je? Këtu, Gordon? Oh, pas ke qenë shumë i zënë. Por këto nuk i kam vjelun. Kush i mblodhi gjithë ato atëherë? Roboti i miri Elf 3000 i porositur nga katalogu i elfëve. Elf robot? Kjo do të thotë se është robot? Sigurisht që po, Gordon. Edhe kjo mrekulli mekanike ka bërë punën e një jave brenda një ore. Dhe brenda një ore? Duhet të marrësh edhe ti një robot, Gordon. Nuk më duket mendimi mirë, Percy. Para pëlqej që të merrem vetëm me kopshtin. Po përse? Sepse më pëlqen, ja sepse. Edhe pse mund të më duhet më shumë kohë. Mirupafshim, Percy. Jam mirë, jam shumë mirë. Më bëhet qefi, mbret. Gordon, gladiola ime dashur më dërgoi të blija patate. Mos vallë të kam mbetur ndonjë. Patate? Patate do t'i mbledh në 3 gjysmë. Mund të siguroj disa atëherë. Do të më duhen më parë, Gordon. Gladiola e ka porositur 3 kënorën 2. Do të gjej shpejt një ndihmës. Jo, nuk ka problem. Ai Jani, rrjedh ditën ulur duke luetur me kompjuterin e tij. Jo. Mos më falendero. Jani do t'jeti lumtur të ndihmoj me vjeljen. Por... Kapele, më silli Janin shpejt këtu. Ej, ç'kemi? Kush tuk kompjuterin? Ç'kemi, Gordon? Ç'kemi janë? Ua! Një robot elf 3000 është. Ata janë shumë të bukur. Janë të ra telekomanda? Lere fare. Ti kthemi punës, Andriu? Ja, për shembull, vetëm duke shtypur komandën e kërcimit 4 2 2 3. Ja, këmbë e majt dhe pastaj e djapta dhe rrotullimi i trupit. Wow! Pak majtas, jo tani djathtas. Tani, lësho. Gordon! Më falë, Andriu. Nuk ka problem. Mirë, arri këtu. U tregove shumë i sjellshëm janë. Unë e bëj edhe vetë vjelen, por me robotin është më e lehtë. S'ka problem, Jerome. Djalë shumë i zgjuar. E komandon atë robot më mirë se unë, Gordon. Faleminderit, S'ka problem, Jerome. Kur të duash. Mbaroj edhe kjo punë më në fund, mbaroj. E po, ndoshta mua më duhet pak ndihmë. Kështu flitet, Gordon. Më parë, le ti kontrollojmë zërin.
Jo, është shumë I lartë. Përshëndetje, unë jam roboti. Jo, kjo ishte shumë e frikshme. Përshëndetje, unë jam roboti. Kjo më pëlqen. Duket se do të më ndihmoj. Tani, shtypim 6, 1, 3, 2. Komanda e vjeles së karrotave. Ke të drejtë, në të ka pak shije karrote. Unë jam shumë I lodhur. Po çfarë po ndodh kështu? A e pe atë? Lëpi edhe një buton tjetër, Liz. Dakor. Kjo nuk është lakër, Liz. Është telekomand për atë robotin. Po ne nuk e dim se çfarë po I themi të bëj Days. Këto janë hollësira. Vazhdo lëpije që ne të argëtojmë. Mbase duhet I ndrojmë baterin. Jo, janë. Shko më mirë thirr persin. Dakor. Nuk thot gjë se ku janë baterit. Pa ti hedhë një sy njëherë. Janë ka shumë lartë. Lëpije atë butonin e kuq me atë pamjen aq të lezetshme, Liz. Çfarë ishte kjo? Po, unë nuk prek asgjë. Gordon! Ti shumë fjane! Jepi, Gordon, jepi! Komandë e fluturimit në afron! Po luan lojën e kompjuterit tim me shkatërim meteorësh. A nuk e le telekomandën tënde të kuqja andej? Ju të dy, duhet që ta kisha marrë me mend. Çfarë? Do ta marr unë këtë telekomandë. Nëse nuk mund të luani ashtu siç duhet, atëherë mund të ndihmoni. Të ndihmojmë? Pyes veten, si është kodi I vjeles karrotave? Po, do të na duaj pak ndihmë. Sa mirë do jetë po ta gjesh më shpejt kodin. E keni pyetur gjë elfin robot, mbase e di ai. Komanda është 849. E po, faleminderit, Kif. Unë quhem Kif. Kif? Po ju le të punoni atëherë, Kif. Faleminderit, Kif. Unë mund të programohem të punoj edhe vetëm nëse duhet kjo. Jo, në asnjë mënyrë. Pastaj kjo është shumë argëtuese. Wow! Fantastik fare! Padyshim që po. Sa të mbledhim dhe të shtypim manaferrat edhe mbaruam. Dua t'ju kujtoj se unë mund të programohem të punoj edhe vetëm. Çfarë? Le të mos shtypim manaferrat, po ky është qefi më I madh. Askush nuk më ka ndihmuar më parë. Kjo është e tmerrshme. Bëhet më shumë qejf kur punohet së bashku. Po, ashtu është. Mirë atëre, le t'i futemi punës. Ja mirë, kam ardhur për pazarin tim. Merrni çfarë të doni, mbret. Në fakt nuk besoj se të vjen keq nëse marr edhe një karrot, apo jo. Gladiola I ka qef. Mos, kemi gjithë ditën që e mbajmë atë në kuriz. Është hera e fundit që lëpi një telekomand, qoftë kjo edhe me një shije lakre. Ai lëngu I manaferës ishte I mrekullueshëm. Atja them. Po, thuaja. Sa mirë! Kif, ke punuar shumë sot për gjithë ne elfët. Prandaj kemi vendosur të bëjmë një dhuratë. Kifi nuk e ka komandën për dhurata. Po kjo
që nga një telekomand. Është e jotja, sepse ka ardhur koha që të kujdesesh vetë për jetën tënde. Atëre, unë vetë telekomandohem që të them miqve të mi të rinj. Faleminderit nga thellësia e mikrochipit tim. Shihemi kushtin që Dhe kështu, fal kifit, elfit robot, atë vit morën vjeljen më të mirë dhe më të shpejt. Kjo na la më shumë kohë të pushonin dhe të shijonin lëngun e manaferave. Dhe që të gjithë ishin shumë të lumtur. Tada! Pafshim! Atë ditë u zgjova herët. Ishte një ditë e veçantë. Mbreti po festonte 37 vjetorin e mbretërimit të tij. Zgjohu Andrew, ka lindur dielli. Po përse ka shpejt, Gordon? Shiko pak kalendarin magjik. Sot është përvjetori i mbretit e kemi shumë punë për të bërë. Hey! Gjeje se çfarë do t'i dhurojmë këtë vit, Andrew? Një kungull? Po, këtë drejt. Shkojmë të shohim se si është rritur. Mirëmëngjesi, Daphne. Mirëmëngjes. Hajde, Andrew. Mbreti me zori pret kungujt e mi të mëdhenj. Gordon, dëgjoje. Çfarë është ajo zhurmë? Nuk e di, po duket sikur vjen nga kopshti i Persit. Jepi, friu tani? Mirëmëngjesi, Persi. Gordon, Andrew, sa mëngjes i bukur. Po, çfarë po bën ti? Siç mund ta shihni, sa po më mriti kjo kryevepër kungulleshk që fryhet. Sa e bukur? Po pse? Është përvjetori i mbretit. Gordoni do t'i dhuroj kungullin. Sërish? Nuk e di pse rrit gjëra nga farat Gordon, të harxhon shumë kohë. Kam vetëm disa probleme të vogla. Lejs, zgju! Pse? Ja, ku është, Lejs, i gjiti në madhështinë e tij të pafundme. Është kaq i bukur. Bë mirë që pritëm të piqej sa duaj. Nuk mund të nxitohesh në këto gjëra, Lejs. Largohu Çandi! Ne kemi qenë këtu më parë, e kemi ruajtur për një javë. Shko dhe gjej kungullin tënd. Si mendon, Days, për sa kohë mund të ham këtë? 3 muaj, plus minus një ditë, e kupton? Days? Gordon! Largohuni nga i kungull. Ai kungull është për mbretin. Por ne kemi një javë që me zor po presim të ham. Nuk ndihem mirë. Les, shikojeni, u pësaj gjysma e vetës. Po si nuk e as një pikë mëshire për të, Gordon. Ne po ngordhim urie, e kuptove. Mirë, mund të rrini 20 minuta në serën time. Vetëm qëndroni larg kungullit. Me të vërtet? Lëvizim, Lejs. Je i sigurt që ishte një mendim i mirë, Gordon? E çfarë dëmi mund të bëjmë në 20 minuta? Shko pak majtas, Gordon. Duke shumë mirë. Ecë drejt meje. Shkëlqyeshëm. Do të thuash perfekte, Daphne. Faleminderit të gjithëve. Nuk doja kisha dal pa ju. Kur të duesh, Gordon? Mund të mbështetesh gjithnjë tek ne. Mjaft mirë. Tani duhet të blej vetëm disa lule për të zbukuruar kungullin.
qenë ka posta elfëve, Endri. Se kuptoj, përse nuk përdor posta normale si gjithë të tjerët? Ma ka dërguar mbreti. I dashur Gordon, dua të të kujtoja dhuratën time. Të lutem siguroj që të jetë me të vërtet e madhe këtë vit, sepse më kanë humur syzet. Shihemi më pas, mbreti. Është e sigurt që nuk do t'i duhen syzet për të parë kungullin tënd. Ashtu është. Nuk ka dhuratë më të madhe se kjo, Andrew. Dua të rregulloj patjetër atë dras. Gordon! Jerome, po çfarë ka? Ja çfarë kam. Duhet t'i jap mbretit një dhuratë të madhe. Kam qenë aq i zënë me kopshtin tim të rrëmujshëm sa kam harruar t'i blej mbretit një dhuratë. Çfarë do të bëj? O, zot. Sigurisht, do të kisha mbjellur një kungull. Unë vetëm këtë ditë bëj, por atë dhuratë ja bën vetëm ti. Jerome, po pse nuk merr kungullin tim ti? Mund t'ja japësh ti mbretit atë. Gordon, je me të vërtet një elf fistik. Pa më thuaj, Gordon, çfarë do të bëjmë tani? Ti nuk e ke më dhuratën e madhe. Mas u shqetëso, Andrew. Do të jap mbretit një kashtor plot me domate të mëdha dhe të kuqe. Mos e ke fjalën për domatet që janë në ser? Ke të drejtë, Andrew. Por, a nuk janë Lezi dhe Daisy brenda në ser? Jo! Kjo ishte e fundit, por unë jam plot. Por do t'ishte një tur po t'alinim, do t'ishte e padrejt. Dalni, çfarë keni bërë? Kemi ngrejë shumë, Gordon. Faleminderit shumë. Jo, këtë nuk do ta hash. Kaq mbeti nga kashtoria plot me domate. E po, është shumë e këndshme. Mos doje të thoshe se ishte e vogël. Po, ashtu është, Gordon. E po, kaq mund të bëja? E po, nuk i dihet, mbase mbreti harron dhe të vi. Posta elfëve. Me të vërtet? I dashur Gordon, do të vi për një vizitë të shpejt. Kam për të shkuar në një fest. Nuk i gjej do të ndes syzet, të pudh mbreti. Gordon! Shikoje këtë. Wow! A nuk është fantastike? Është kungulleshka me fryrje mak ty. Me vetë fryrje mund ta bësh çdo ditë. Po pse nuk po ndalon? Kujdes. Jam mirë. Gordon, Percy. Zbrit. Që nga mullur mbi gruan. Më fale dashur, nuk të pash atje poshtë. O mbreti elf, më vjen shumë keq për kungulleshkën. Faleminderit, Gordon. Për kungulleshkën? As mos e mendo. Duhet këtë qene fort që kam bajtur gladiolën për sipër. Sa kostumi bukur mbret? Çka? Po, është për festën e sotme. Pse kam ardhur këtu? Ke ardhur për të marrë dhuratën e mbretit sot këtu. Ashtu, është mirë. Çfarë më ke bler, Gordon? Sërish kungull apo jo? Jo, te kam dhuruar një domate. Nuk qënë ka daqe madhe, Gordon? Më falni. Pa të shohim një herë? Çfarë do të bëje? Nuk e di. E po, është shumë e kuqe dhe e lëmuar. Çfarë po bën e dashur?
është e përsosur, dukesh tamam si klon tani I dashur. Çfarë mendon? Jeni kloni më I bukur që kam parë. Jam shumë dakord. Të falenderit, Gordon, është një dhuratë shumë e bukur. Kënaqësia ishte imja. Në fakt, u kënaqa që nuk më dhurove një kungull tjetër, nuk më pëlqejnë fare. Të shohim se çfarë më ka dhuruar Jerome Gladiola. Shpresoj të jetë diçka e madhe. Te kopshti I Jeromit. Me sa duket, përfundoj mirë. Jam mirë, jam shumë mirë. Oh, që nga një kungull. Si dhurat, mbreti na kërkoi që të hanim kungullin e tij. Në fakt, mjaftonte edhe për ata me oreksin më të madh. Dhe të gjithë ishin shumë të lumtur. Mirupafshim!